sot me ardhe më ullë me bisedu, se kjo qështë e shumë e thjeshtë është. Ashim thot që këta tjerë me 40% votave zëshin presidentin, zëshin kryeministin. Pse? Ata e kanë qenë institucionalista. Ky zotëria nuk din çka është shteti, ky zotëria nuk din çka institucion shtetore mi vëllësh. Ky din vetëm kryenisin e vet, apo për turp vike mram 64 deputet. E dishin si me ka 2 kom ton që ata 64 u shkelke kushtetuta, edhe as një zguzofti me qu dorë me thonë, nuk banë marë si me shkelim kushtetutëm. Kjo tupri ma i madhe, si mundhe me egzistu sot, në këtë vit 2026, me i pas 64, edhe një me spekuzov, me dalë, me thonë, pe shkelim për kushtetutën. Pa, besoni se ka bërë një gjë të tillë në mënyrë të vedishme. Po sigurisht. Duke ditur se janë pranishëm 2/3 deputetëve. Kolegu Sepa Termi, Bugashki, përmendi, e kemi kushtetutën që shumë e qartë deri në 86, i kushtetutës për mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Masën e kemi aktgjykimi i gjykatës kushtetutës si e sqaron shumë bukur, e sqaron si mund zgjedhet presidenti. Përveç, nuk ka mbledhje të kuvendit, po konstatu kvorumin. Kjo zoja e fillon mbledhjen në kuvend edhe pa kvorum. Po, kemi që ka kvorumin, nuk ka mbledhje. Prandaj gjitha janë këto, dhe ajo është juriste, i çdo shmit një duhet fare të shkojnë në pjesën e votimit pa qenë të pranishëm. Po sigurisht, bilem falë të të shtoj. Duhet bëjmë dallimi, se nuk ka bëhet dallimi. Shka në kuptojmë me kvorumin e vendimarrjes. Kvorumi vendimarrjes është 80 vota në kuti me qenë. Ky i ka 64 vota. Edhe kryetoja kuvendit o dasht me ditë, si ka po, vetëm deputet e VV-s, atë o di që nuk i ka kvorumin. Pse po bojnë së lojna? Zotëria Shari, e në anën tjetër pra dhe në seancën që u mbajt mbrëm, lëvizja vendosje i tërheqi kandidaturat e Kënjoftës dhe të Kolçakut dhe shkoj me 2 emra